Finalisti i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, numër 5, Miri, ka folur për herë të parë më gjerësisht mbi mënyrën se si familja e tij e ka përjetuar eksperiencën brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. I ftuar në një emision, ai ka treguar se në veçanti nëna e tij i ka përjetuar shumë rënd situata dhe diskutime që janë krijuar gjatë lojës, duke u ndikuar emocionalisht nga ngjarjet dhe komentet në adresë të tij. I prekur Miri ka folur me shumë ndjeshmëri për figurën e saj, duke cilësuar si njeriu më sakrifikues në jetën e tij dhe burimin kryesor të dashurisë familjare. Unë vërtet thash që pikë të dobët kam babin, sepse është shembull i mashkulli që kemi në jetë, por mami im ha buk veç, është njeri i dashur, po sakrifikon, të bën për vete, ajo nuk ka fuqi të rinë në këmbë, por e bën. Nuk e di ato të bëjë me ne si këta, si ky brez. Ai ka rrëfyer gjithashtu se një nga shqetësimet më të mëdha gjatë qëndrimit në reality show ka qenë pikërisht gjendja emocionale e nënës së tij, e cila nuk i ka pranuar lehtë akuzat dhe zërat që qarkullonin për të. Një nga sikletet kur isha atje ishte se si po e përjeton mami. Kishte përjetuar shumë vështirë sepse nuk e kuptonte, nuk i pranonte zërat që thuheshin krahasmeje dhe akuzat pa bazë. Ishin akuzat të rënda shumë. Ajo dinte shumë mirë se kush isha unë, e ka vuajtur, por e qetësonte vllai. Ai bënte rolin neutral të gjës dhe e ka mbajtur nën kontroll. Deklaratat e Mirit kanë ngjallur reagime të shumta, duke nxjerrë në pa dhe njëherë ndikimin emocional që formatet televizive kanë jo vetëm tek konkurrentët, por edhe familjarët e tyre jashtë shtëpisë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.